tashmë jemi futur në një fazë pozitive. Sidomos dita e premte, për ta domethënë edhe një rregullim edhe më i madh. Ky rregullim i madh do të vijë sidomos në lidhje me bashkëpunimet e shumta që mund të kenë bërë gjatë kësaj periudhe. Është momenti pikërisht që shenja peshorës do të krijojë lidhje të shëndetshme. Dhe mënyra vetme se si mund ta bëj këtë është të komunikojë të vërtetë në sër të jetë autentike ndaj ndjenjave të saj. Mund të kemi edhe për shenjën e peshorës udhëtime të shumta, sidomos jashtë shtetit. Këto udhëtime janë në përgjithësi për të shkruar tashmë nga të gjitha brengat që mund të kenë mbartur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe gjatë këtyre udhëtime mund të prezantohen dhe persona vërtet shumë të rëndësishëm. Jo thjesht për çështje sentimentale, por po ashtu edhe persona të rëndësishëm të cilët do t'i mbushin jetën e tyre me pozitivitet, me një botkuptim të ri, i cili mund t'i bëjë ata që të ndryshojnë komplet dhe mënyrën e jetesës së tyre për ta transformuar, më të themi, në një jetë shumë më të shëndetshme dhe shumë më pozitive.